ju falenderoj për mbështetjen tuaj dhe që na jeni bashkuar me ne sot për të festuar së bashku 30 vite të punës sonë në atmosferë pune me këtë konferencë që do të pason e që të trajton atë që përbën esencën e shqyrtimit të Institutit Rinvest gjatë këtyre 3 dekadave dhe atë që të bëj edhe më tutje në realizimin e misionit të tij që të promovoj zhvillimin e shëndrueshëm të Kosovës që nëpërmjet studimeve të promovoj zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës edhe nëpërmjet dijeve të reja dhe studimeve cilësore. Përkraja juaj na ka motivuar vazhdimisht që përkundër sfidave të arrijmë suksese në këtë rrugtim 30 vjeçar me tërë këtë fond të projekteve hulumtuese, studimeve, analizave dhe rekomandimeve për avancimin e politikave ekonomike që të vjenë në favor të zhvillimit të ekonomisë Kosovës, si mas standardeve të avancuara të ekonomisë së tregut të hapur. Faleminderit menaxhment dhe stafi i Rinvestit, të Institutit Rinvest për përkushtim ndaj punës, për përkushtim ndaj misionit të institutit. Faleminderit për kontribut dhe që keni qenë pjesë e jona në periodat të caktuara. Falenderoj edhe themeluesit, antarët e Këshillit Shkencor dhe menaxhmentin dhe të gjithë ata që punojnë sot dhe që kanë punuar në Institutin Rinvest gjatë kësaj kohe. Lejoni që në vijim qëllës që të ndjekim një film të shkurt dokumentari cili bën fjalë për rrugtimin e Institutit Rinvest bashkë me juve gjatë këtyre 3 dekadave. Faleminderit për vëmendje, punë të mbarë konferencës. Kam kënaqësinë e veçantë që sot në emër të Institutit Rinvest qëroj mirëseardhjen në këtë konferencë që shënon 30 vjetorin. Pas dokumentarit që sapo e ndoqëm, fjalimi im sigurisht bëhet më i shkurt, po jo më i lehtë. Shumë nga momentjet dhe arritjet kryesore të Institutit Rinvest, si dhe njerëzit që duhet falënderuar, vetë janë përmendur aty, dhe që më lejon mu të fokusohem në qëllimin e kësaj konference. Konferenca sotme jubilare titullohet Aktivizimi i burimeve të rritjes ekonomike. Në mënyrë vetë shpjeguese, ky titull tregon se fokusi është në burimet e rritjes ekonomike dhe synon që të nxjesë diskutime lidhur me mundësitë se si mund të përshpejtohet ritmi i rritjes ekonomike në Kosovë. Me pjesëmarrjen e ekspertëve të njohur nga vendi, rajoni dhe bota, kjo konferencë synon të krijojë një platformë pastër për shkëmbim idesh dhe për të ofruar rekomandime praktike që përmirësojnë politikat publike. Dita e sotme e konferencës është ndarë në 3 sesione. Në sesionin e parë do të diskutojmë pak për rrugtimin ekonomik të Kosovës, një reflektim mbi tranzicionin, qëndrueshmërinë, si dhe rrugë përpara për rritje të më të tjeshme. Në sesionin e dytë do diskutojmë lidhur me perspektiva ndërkombëtare të transformimit ekonomik, përfshirë kontekstin e integrimeve evropiane. Ndërsa në sesionin e tretë do të flasim për cilësinë e institucioneve dhe ndikimin e tyre në zhvillim ekonomik. Sesionit parë do t'i parapri një prezantim i një raporti të Institutit Rinvest që synon që të shërbejë si bazë për diskutim në panelet e konferencës dhe më pas do të kemi mundësi që nga panelistët nderuar të kemi refleksione mbi këto tema nga këndvështrime të ndryshme, sigurisht edhe nga aspekte tjera në kuadër të fushave që ata mbulojnë si hulumtues apo si bartës të funksioneve të caktuara. Nesër do të kemi prezantimet punimeve shkencore të studiuesve vendore ndërkombëtar në 4 panele të ndryshme. Temat e trajtuara në këto sesione janë të rëndësisë të veçantë për zhvillimin e Kosovës, mirëpo ato nuk e trajtojnë vetëm kontekstin e Kosovës. Trajtojnë edhe kontekstin e vendeve tjera, e ne besojmë që kjo do të mund të nxjerrë rekomandime në mënyrë krahasimtare. Më lejoni pra t'i falenderoj panelistët, prezantuesit, komentuesit në këtë konferencë. Dëshiroj gjithashtu shfrytëzoj rastin për të falendëruar gjithë partnerët që na kanë mbështetur në vimësi gjatë këtyre 3 dekadave, që kontributi juaj ka qenë i rëndësishëm në rrugtimin tonë. Gjithashtu sot dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë edhe stafin tonë, i cilët në mënyrë të përkushtuar e kryjnë punën dhe vazhdojnë të imbesin besnik misionit të Institutit Rinvest. Falenderoj gjithashtu sponsorët që mbështesin këtë konferencë, Bankën TEB dhe Economic Fundamentals Initiative. Mbështetja atyre ka qenë e rëndësishme për
organizimin e kësaj konference. Dua gjithashtu të theksoj se diskutimet përjashto këtë pjesën e fjalëve hyrëse do të zhvillohet në anglisht, megjithatë është në dispozicion për kthimi për gjithë ata që kanë nevojë. Në mediat sociale kjo konferencë përsillet me hashtagun Reinvest30 dhe ju inkurajoj që ndani mendimet tuaj për të zgjeruar këtë diskutim. Tani, për të filluar pjesën e parë të programit, kam kënaqësinë veçantë të jap fjalën të ngarkuarës me punë të ambasadës së Shtetit Bashkuar në Kosovë, zonjës Anu Pratipati, për një fjalë hyrëse. First of all, let me start out by saying that was a very inspiring documentary we just saw, and I think that documentary that shows the successes and the opportunities in the development of the last 30 years is going to set for you over these next 2 days the perfect framework for your discussions and your talks. And it will give you, I think, all the inspiration to set up and stand up for the next 30 years as well. So I'm very happy and very honored to join you today in celebrating the 30th anniversary of the Reinvest Institute. Let me also thank the organizers and also Sadie, who I just met today, and also to Alban Haneshi and other distinguished guests that are here today. On behalf of the U.S. Embassy, I want to extend our warmest congratulations on this extraordinary milestone. For 3 decades, Reinvest has been a pioneer in socioeconomic research, policy analysis, and public discourse in Kosovo. Your work has informed decision makers, empowered civil society, and contributed significantly to Kosovo's democratic and economic development. From your earliest years, starting with your first partnership with Washington, D.C.-based Center for Private Enterprise, for the Center for International Private Enterprise, Reinvest has laid the foundation for data-driven policy and strong private sector advocacy in Kosovo. That early collaboration was not only a critical moment for the Institute, but a meaningful chapter on the ongoing friendship between the people of Kosovo and the United States. Today, your rigorous publications on issues ranging from employment and corporate governance to energy, transparency, and diaspora remittances are used by government institutions, international organizations, and business associations alike. You've truly become a cornerstone for evidence-based policymaking in this country. This 30-year legacy echoes a core priority of our own mission: promoting Kosovo's economic, regional integration and empowering the private sector. Your work, supported over the years by various U.S. government-funded programs, has made Kosovo more stable, transparent, and prosperous. This not only strengthens Kosovo's democracy, but also contributes greatly to global security and prosperity, which in turn makes the United States stronger, safer, and more prosperous itself. I'd like to highlight just a few examples that illustrate this impact and the impact of this organization. The Public Procurement Barometer, or the X Index, developed with U.S. support, has pushed municipalities throughout Kosovo to increase transparency, competition, and efficiency. Likewise, the Municipal Competitive Index has helped reduce barriers for private sector and assisted local governments in establishing sound business environments. We also recognize Reinvest's role in founding Reinvest College, which stands as a testament to the Institute's commitment to education and capacity building. These efforts are not just local achievements. They reflect the shared values and shared vision for the future. Thanks to Reinvest, Kosovo is well positioned to increase trade and investment opportunities, including through strengthened partnerships with the United States businesses, which is, as you know, one of our priorities for the U.S. Embassy. Finally, I want to note that 15 years ago, Reinvest brought together local and international voices at Activating the Sources of Economic Growth in Kosovo conference. The U.S. ambassador at the time, Christopher Dell, served as the keynote speaker. I'm honored to follow in his footsteps today in sharing with you to reaffirm our enduring partnership. Congratulations again on this impressive anniversary. We're proud to be your partner and look forward to the many milestones yet to come. I'm confident in the next 5-year anniversary, 10 years, that the U.S. Embassy will be still a strong partner of Reinvest, and I'm looking forward to continuing the work that we do with all of you. Thank you all today, and I wish you best success in the conference in the coming days. And thank you for inviting me here.
on this big milestone, I would say. And I would like to start with congratulate you on your 30th anniversary, and also congratulate you to all the things that you have achieved so far and the contributions of Reinvest throughout the years. We have seen in this interesting documentary how vital you have been for the development of Kosovo. But today you also contribute to the constructive debate on socioeconomic developments and challenges in Kosovo. You have also, as was mentioned briefly in the documentary here also, you have also successfully implemented the Horizon Europe project, Policy Answers, which is aiming to empower the research community and more broadly provide support to Kosovo authorities in the research and industry policy making and implementation.